shikoj të rinj, të reja që janë bashkuar aktiviteteve tona. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotërinj, të ftuar të respektuar përfaqësues të institucioneve, mediave dhe shoqërive civile. Ju uroj mirëseardhje në konferencën Zëri i Lirisë. Kjo ditë, 24 tetori, shënon jo vetëm një moment reflektimi për të drejtat e njeriut, por edhe një ditë me domethënie të veçantë në kalendarin ndërkombëtar, pasi lidhet ngushtë me ditën e Kombeve të Bashkuara OKB, organizata themeluar me qëllimin për të ruajtur paqen, për të parandaluar luftrat dhe për të mbrojtur njerëzimin nga krimet e luftës dhe shkeljet e të drejtave themelore. Konferenca Zëri i Lirisë ka për qëllim të ngrejë zërin kundër dhunës, manipulimit politik dhe krimeve të kryera në emër të ideologjive, duke sjellë në vëmendje faktet, dëshmitë dhe përgjegjësinë morale që ne si shoqëri kemi ndaj viktimave. Në këtë kuadër do të ndalemi edhe tek roli i OKB-s në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe ndëshkimin e krimeve të luftës, si dhe tek dështimet e sistemit ndërkombëtar për të vepruar në kohë. Në këtë kuadër nuk mund të mos përmendim edhe shembullin e organizatës MEK, e cila pas fasadës së saj politike ka një histori të errët të dhune dhe manipulimi. Sot do të dëgjojmë shumë për faktet, dëshmitë dhe pasojat që kjo organizat ka shkaktuar ndaj individëve, familjeve dhe shoqërisë. Tani do të vijoj me 6 panele tematike ku ekspert, studiues dhe dëshmitar do të ndajnë përvoja dhe analizat e tyre. Temat e secilit do të prezantohen nga vetë panelistët, kështu që unë ftoj këtu pranë meje të parën që do të prezantoj edhe fjalimin e saj, zonjën Eltisa Bilo.